Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu bashkë në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur. Këtu vinë vërtet për të folur njerëzit që janë një lloj pasqyrimi i jetës tonë, bile në të gjitha segmentet e saj. Zona e zotri, ne kemi fatin e mirë të rrallë, bile kishim prit ka herë që të na vi mysafir, një zotri i nderuar. Për ju, për ne, për të gjithë, zotri Andin Hoti. Falenderit. Zotri Andin, mi se erdhe. Mirë sugjetat, falenderit shumë për këtë priti ka të ngrohtë kështu dhe për fjalët dhe për respektin. Të kena prit ka herë? Falenderit. Puna jonë, angazhimi jonë, ka gjatë sfidu se bon. Mirë se erdhe, është nasi që të kemi musafir. Absolutisht njerëzit të njohin Andin Hotin, si një aktivist, një njeri të shkolluar, të realizuar, me një aktivizëm tepër të veçantë, për të cilin vitet të tëra edhe të gjithë, sikur frymojme, kërkojme, shpresojme, e kështu me radhë. Ç'është të vërteta, dua të ta them se njerëzit të njohin edhe të duan edhe për një gjë që është në bazën e vet tepër madhështore, se jeni djali i burrit të madh politikanit, intelektualit të shquar Okshin Hotit. Ndjek gjithë jetën dhe shpeshherë kam thënë që pasuria më e madhe ime është respekti i popullit që kanë për mu për shkak të babit tim, dhe pasuria më e madhe që babi më ka lënë është kjo. Respektin dhe nderimin që marr në baza ditore, ndoshta kështu. Babi ka lënë pasuri të madhe këtij kombi, pasuri shumë të madhe, si intelektual, si nga emrat në politikë nga më të mëdhejt. Aty domethënë ku mund të themi bazat e historisë. Aty radhisim si Hasan Prishtinën, Okshin Hotin e plot të tjerë, modeli më i mirë i politikanit të realizuar, bashkë cep më cep, po tingëllon pak me këta të vetvendosis, po në të gjitha segmentet. Andin, je lindë në Krush? Në fakt jem lindë në Prishtinë. Në Prishtinë. Por jetën e kam bërë në Krush 11 vitet e para të jetës. 11 vitet e para të jetës. Po, procesin e lindjes, po më dojnana ka qenë në Prishtinë, pastaj tjerat e kam bërë në Krush, po më shkruan në Prishtinë, po me zamër jam Krush. Me zamër jam gjithmonë. Në realitet, babi, sa po dolin nga burgu, u realizu një proces tepër i veçantë i izolimit të tij. Në mënyrë që mos me lënë me dal hiç as pe Krushe, mos me marrë si model as në Prishtinë, as në për qytete të tjera, dhe tash brenda krejt kësaj të keqeje, babi bënte edhe atë që t'ju dëshmoj të tjerëve që në fund fundit zoti venit ku je, edhe aty ju çaj edhe në shkollë. Si e kujton atë fëmijëria, të kujtohet? Po, kështu fëmijëria ime nuk është ka qenë ndoshta ndër fëmijëri që kisha desh mja pas me apo dikujt tjetër në raste të caktuara, për shkak të shumë sfidave që kemi pas. Mendoj është një vend në dorëshkrimet e babit ku më krahason me këtë Manneken Piesin që është në Belgjik. Po mendoj babi ka pas probleme të shumta të bastisive, të shumta të policisë atëhershme jugoslave, atë që e theti izolimi, është fotografia kur babi është ardhur në Prishtinë pas një kohe gjatë të izolimit për me vizitu tashmë të ndjerin Adem Demaçin, kur është kthy për gjakur. Kthy për gjakur në rrihet e dërmohet rrugës. Po, është një fotografi. Vetëm se bënte çdo lëvizje ti shihet rrezik i madh, absolutisht. Për armikun flas. Po, unë në fakt tash vonë po i kuptoj shumë gjëra, sepse atëherë edhe kam qenë fëmijë, po vonë kam kuptuar edhe me fakte të ndryshme që ka qenë i përcjellur më shumë se 24 orë. 24 orë i ka dita, po ka qenë i përcjellur më shumë se 24 orë nga shumë punëtor të ndryshëm, të atërshëm, të shërbimit sekret, domethënë të UDB-s që shuit,
Dhe unë kur kam dëgju shembull nga njerëz caktuar që tash më kontaktojmë ose gjëra tjera ose më shkruajnë që babi ka pas shef shumë më dërgu në Dri. Krusha është, po më lumi i Dri kalon nëpër Krush dhe këto janë kujtime ndoshta të pakta që unë im kam me babin tim si fëmijë, sepse 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç. Pikërisht kisha pyetje si e kujton këto janë fëmirin me të. Paktat kujtime që i kam derisa nuk u ri burgos për herë të tretë, sepse është ri burgos për herë të dytë në vitet 90 në fillim dhe pastaj për herë të tretë është kjo. Burgoset 50 ditë për herë të tretë dënohet edhe 5 vjet të tjerë. Kjo 5 vjet që i fundi. Masi hym këtu, domethënë në vitin 1981 janë grupi intelektualëve me Ukshin Hoti, Halil Alidema, Ekrem Kurreziu, Ali Kurreziu e përplot të tjerë, ndoshta ju mbesin borxh, edhe dënohet 9 vjet burg fillimisht, më pas gjykata supreme Jazbret, e mban burgun, kur del martohet djalin e tij më i madhe, ha? Mirë, Erleta është më e madhe. Erleta është më e madhe prej nanës tjetër, po ndej pe gruas tjetër, po. Unë jam më i madh dhe një motër e kam më të vogël, po. Edhe pastaj këtë djalin ndonjëherë shëtit Buzdrinit, po gjithmonë i survejuar, i ndjekur, edhe pak e mban mend se në vitin 94 burgoset tash ti ishte sa? 94. Këto desha me thonë që unë tash më ka një vit që përmes një lloj komunikimi ma tha dikush që babi yt me ty bashk ka qenë në Dri, datat ai din dhe unë si mboj me më sot, keni bo këto. Domethënë as i përcjellur ka qenë, sa që edhe në Dri kur kemi shku me u lak ose me bo po ndej piknik ose një gjë të tillë, është ditë prej shërbimit sekret. Dhe këto më ka thënë dikush prej shërbimit që më ka thirrë në telefon, që nuk e njeh kush është, shërbimit atëhershëm të inteligjencës serbe ose UDV-s, në gjuhën e atyre më vol. Po. Dhe po, ka qenë në një familje thash e vështirë, po edhe nuk po dua edhe emocionin me kthy në këtë lloj dhimbje kështu, sepse ka edhe shumë vështirë se ne që kemi përjetu, megjithatë ne kemi pas edhe pjesën tjetër të familjes, nanën, edhe të tjerët, po ndajmë edhe dajt edhe axhallarët i kam të Krushës, dhe janë këta që janë kujdes, po sidomos nana, pastaj është bo dhe nana dhe babë, që nuk ka veç nëna ime fatin në Kosovë, për shqiptarë fatkeqësisht, po e kanë shumë nana një fat të tillë dhe besoj që kjo na ka bo mos më na mungu shumë gjëra në atë kohë që do na jepte veç babi. Po pastaj tu rrit babi është. Shkollimin fillor e mbarove në Fillor, një pjesë të shkollimit fillor në Krush aty, ëh. Gjatë kësaj periudhe shkoje me vizitu babën? Po, unë kam shku çdo muaj në fakt. A ke shku çdo muaj? Vizitë deri në dhjetor të vitit 1998, çdo muaj kam qenë në vizita në burgje të ndryshme. Ka e kanë lëviz? Ku e kanë dërguar babën. Unë e moj mend Nishin, e moj mend Dubravën, e moj mend këtë Mitrovicën e Sremit që është te Beogradi dikon atje, e moj mend edhe Prizrenin, po më fëmijë kam qenë shumë, 4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, deri në 11 vjeç. Po, këto gjitha i mbaj me në vizitat, gjithmonë me peripetit ndryshme, me autobusa, shpesh ma kujtojnë familjarë tjerë që edhe në kohë dimri, në kohë para lufte nuk kanë qenë kushtet e sotit, as në autobusa, nuk ke pas klima e gjënat e tilla, dhe jemi ftof rrugës, kemi pas sfida tjera, po, çdo muaj, pa ajo që ka mbaj me, sepse unë kam qenë fëmijë, janë 2 gjëra shumë si për mu, vetëm për mu, është një dhuratë që babi më ka bo për ditëlindje Kullën Eiffelit, që ka marru vetë me fijet e Qiberitit. Për ditëlindje? Ka qenë diku 1 metër, po, për ditëlindje. Kullën Eiffelit. Që ka ndjek fatkeqësisht në luft. Në shtëpi në luft. Po, dhe kjo e dyta është pastaj është e dëmshme, kjo është momenti hera fundit që kam pa babin në Mitrovicë së Sremit përmes grilave, këtë pasqyrë kështu e kam, domethënë përmes grilave, babi në anën tjetër, me fol sepse na është ndalu me fol gjuhën shqipe. Presione ndryshme ka pas, prandaj shpeshherë, edhe keq ka u bë, ka qenë një shikim vizual aty për aty, edhe kjo ka qenë rafun që kom pa babin. Pastaj më kam shku janar, shkurt, mars, prill, mof. Në mars ka ndodhur masakrat, një ndër masakrat më të mëshme në përveç Mejës dhe
në Kosovë është në krusht të madhe që mbi 240 persona të masakruar dhe 64 të zhdukur ende sot. Por unë këmë pas fatin, thash nanën, këmë pas edhe nanën dhe babë, që i ka marrë fëmijët, ka marrë neve në mars, 2 javë para se me ndodhë kjo masakër, kemi pas fat, po dhe për shkak të, është bu e ditën, është ndëgju që po kërkohen fëmijët e Kushin Hodë, po kërkohen fëmijët e Kushin Hodë, dhe pastaj kanë pas edhe probleme, disa prej banorëve aty për ku janë fëmijët e Kushin Hodë, dhe na ka dërgu në Shqipëri, prej Shqipërisë në Gjermani, prej Gjermanisë ne kemi emigru në atë kohë në Zvicër, kështu një 3 vjeç. Në Zürich të Zvicër. Në mars, në fillim të marsit, e keni i 3 prej apo 4 Kosovë, mars. kam mbrit nanat t'ju nxjerrë dhe t'ju shpëtoj. Këta kemi për shpëtimin, si duar trokitje. Pastaj, pak më i rritur, në Zvicër vazhdova shkollimin, pastaj, a? Pastaj edhe njëherë më ka pështu nana, falë që po më nana kështu në mënyrë shumë analitike, edhe njëherë më ka pështu nana dhe të tjerët që kanë qenë aty, në Zvicër, unë kam qenë fëmijë, pra po përsëris 11 vjeç, në këtë, kur kemi mbri në Zvicër, jo dëm ne, po gjithë i dërgojnë në lokacione ndryshme që quhen Heim, nuk di se si i thonë Shqip. Hajme përdorëm edhe kështu. Hajme përdorëm për gjithë shqiptarë. Edhe s'kina bo hajme, se s'kina pranu dhe po, në s'kina pranu. Në këtë, në kamp të mund të qëndrimit. A i ka qenë një kamp, nuk e di a qenë ushtarak, po e di që ushtarak kanë qenë aty. Dhe po e treve në gjaren që më ka ndodhë. Unë si fëmijë, ose të gjithë fëmijët kanë qëndru me nanat, me vajzat, në katën e parë, burrat në katën e dytë. Diku rreth 12 një natës, 2 ushtarë kanë ardhur me marrën, se kënë se unë jam i rritur, 11 vjeç, dhe do të me shku në katën e dytë. Dhe nana ka qenë shumë insistuese, normal, jeta e ka bu kështu të tillë që me rujt fëmijët shumë, edhe me sakrifiku gjithçka të jetës vetë për fëmijët, ka ngajt mas neve, po derisa ajo ka ngajt në mas neve, ata më kanë shtim podrum. Jo në ka dytë kënë burrat, po e nisë me më dërgu në podrum, edhe pastaj kanë ngajt gjithë shqiptarë tjerë që kanë qenë aty, është bëhe madhe edhe më kanë liru. Pastaj u marrë vesh që ata kanë qenë sërbë. Sërbë të dheshur ushtarë në Zvicër. Kjo 99-ën ka ndodhë në mars 99. Mars prill tash nuk e mbaj mend mo, sepse sa ka rrjedhë kjo koha deri se kam shkuar atje nuk e mbaj mend. Po, kjo ka ndodhë. Po pastaj në Zvicër kam qenë 5 vitet e para të shkollës i kam kryer në Krusht Madhe dhe 3 vite gati, 2 vite gjysmë në Zvicër. Në Zvicër. Po, dhe pastaj me kthy. Pastaj u kthyt në Kosovë. Kthyem sepse ishin shumë arsye. Unë kam thënë edhe në takimet ndryshme që kemi me ambasadën e Zvicrës në Kosovë dhe tjerë individ që ne i takojmë, kuadër të punës tash që e bëj, që Zvicra, jo vetëm për mua, por për shumë shqiptarë është shtëpia e dytë. Janë qindra mijë njerëz që kanë jetu ose me një apo tjetër formë janë të lidhur me Zvicrën. Mirë, po Zvicra i ka do politika pak interesant për emigrantët, i ka do politika pak interesant për jo shtetas të Zvicrës. Unë kam qenë student xhantës, shumë i mirë në atë kohë, sepse Zvicra ka nivele të ndryshme të studimit, sidomos të kësaj moshe, dhe mu më pëlqen dhe uroj shumë që të bëhet në njerë në Kosovë. Brenda disa muajsh kam arrit mi kalu ato 3 nivele, janë 3 nivele të shkollimit derisa të pranohesh në gjimnaz, kam arrit mi kalu dhe për shkak që isha emigrant, nuk më lejun me vazhdu studime tutje, normal më lejun se nuk ndalet, po kërkonim pare me pagu se që shpaguin të tjerët, mungesa pare dhe njona ka qenë arsyeja edhe dyta që më mërzitëm shumë, nana se të mos më mërzit shumë, por ne jemi popull shumë interesant, çdo ditë ankohemi çka hekim në këtë vend, po asnjëherë nuk mund të rrim për një kohë të qatë larg këtij vendi. E dojmë shumë. Na tërheq aty ku balta është më ëmbël se mjalta. Fiks, po. Fjala është e përshkruan kështu komplet ato çka ndjej vetëm unë, po mendoj që çdo shqiptar që është në Gyrbet ose s'paku ata që i kam taku unë gjatë jetës time e ndjejnë këtë, e kanë këtë, ndaj pavarësisht që jeta ata i sfidon dhe janë të obliguar me qëndru atje, unë jam shumë i bindur që në mundësinë e parë reale, sepse mundësi ka secili, por reale,
se cili prej tyre do të ishte në Kosovë këtu. Në Kosovë, sigurisht. Mirë, e kam pas mendu të nisemi në jetën tonë, po u futëm këtu dhe po vazhdojmë këtu. Gjatë kësaj periudhe sigurisht ishi me syje me veshe, me çdo gjë, çfarë ka mund të ndodhë me babajnë. Babai lirohet me 16 maj, ditë e dielë. Po, babi kidnapohet, ose sepse dhe këto terma nga njëre bojnë diferencen, zhduket dhunshëm, ditën e diel, ditën kur nuk punon burgu, nuk punon administrata, merret nga burgu prej 2 guardianëve të ndryshëm dhe largohet prej aty. Dhe kjo është historia e vetme e vërtet që ne kemi zyrtare. Prandaj pastaj kanë qarkullu shumë gjëra tjera. Këta që kanë qenë Bajrush Xhemajli e të tjerët, a i mbajnë men gardianët si emra? Po, Branko Komantina është njëri prej tyre, Miki Vidić është një që ka qenë udhëhec i atyre parti, që të dy, me sa jam unë informuar, janë në Beograd, që të dy janë në pozita shtetërore të Beogradit, të Serbisë, dhe që të dy janë të lirë. Të dy janë të lirë. Po, dhe nuk pranojnë natyrisht me bisedu për këtë çështje, ose tentojnë me shfaqsu veten, sepse po mendoj në takime të ndryshme që para se me qenë në komision që është pyet Serbia për babin, ata e kanë një farë verzioni interesant që e kemi liru me 16 maja, ne nuk dim gjë për atë punë. Ka dalë edhe që nuk e beson asnjë fëmijë këtë punë. Jo. Është absurde. Por kur nuk ke pas bëj me një shtet kriminal, siç është Serbia, dhe me një pushtet aktual që është e njëjti që ka qenë 99-ën. Ministri i Informatave ishte. Fiks. Njeriu që kërcënohej që për një serb do të vriten 100 musliman. Fiks. Në Bosnjë. Ky ka qenë ministri i Informata, ky tjetri që është homologu im që kryeministri ka në deklaratë në Bruxelles që nuk mund të atakojmë si Kosovë, ky ka qenë i emëruar i Miloševićit, drejtor për mbrojtjen civile. Ky si Odalović. Po mbajmë në mend emrin kriminal Odalović, absolutisht. Kështu që janë të njëjta struktura, nuk është që ka ndryshuar struktura, atje diçka është, janë të njëjtit persona, dhe përderisa nuk ne fuqi nuk kemi, dhe këtë e pranojmë, po mendoj që me imponu Serbinë, me dhënë informacionin për babin dhe 1580 persona të tjerë të zhdukur, ne në vazhdimsi, ose ndonjëherë mendoj që dhe bëhemi monoton, edhe përmes juve, përmes mediave, po edhe përmes takimeve që kemi zyrtare me faktorin ndërkombëtar, mundohemi që me këto metoda të bëjmë një presion të vazhdueshëm ndaj faktorit ndërkombëtar që ata të ndërhyjnë për një të drejtë elementare të drejtën për të ditë. Ka kërkojmë ne. Komisioni im, po mendoj. Me ditë për fatin e tyre? Po, tash më qenë se po flasim për babin. Unë si djalë ose motra ime, motra tjetër ose halla ose tjerë, kërkojmë me ditë ku është një person që është baba im dhe asgjë tjetër. Dhe në këtë kuptim, kjo është një drejtë shumë elementare që edhe është ndërtu kjo demokracia në botë në Evropë, po që nuk e di, nuk mundën me thonë që s'po gjej mirë kuptimin, po që politika përfshin shumë gjëra dhe ndoshta prioritetet variojnë në Evropë dhe në botë dhe nuk kemi arrit ndoshta ende me pas prioritetin kryesor, vëmendjen e botës në çështjen e personazhit si prioritet kryesor. Andino është interesant, për shembull ju takoheni. A flisni drejt për drejt apo përmes me një komision të këtill, ju për të zhdukurit nga Kosova dhe se ju jeni tash në krye të këtij komisioni. Me Serbinë po flisni. Me Serbinë po. Po, unë nuk jam takuar, them të drejtën. As je takuar asnjëherë. Ballë për ballë me Serbinë. Unë kam marrë pjesë për shkak që Odalović është atje. Unë kam marrë pjesë në takimet në Bruxelles me ekipin e dialogut për çështjen e personazhit zhdukur për deklaratën që kemi miratuar në vitin 2023 në maj. Po takimet e mia kryesisht kanë qenë me zotin Lajçak dhe me ekipin e tij, po kryesisht me zotin Lajçak. Mos më thon kështu fatmirësisht s'm ka ra, se nuk është që kam shumë qef një gjë të tillë me taku kryesuesin e Komisionit Serb, ka ra me taku antar mjek, sepse ne kemi mjek të antropolog tonë, mjek ligjor që ka Instituti Mjekësisë Ligjore, njëjtën gjë ka dhe Serbia,
Më ka me taku mjek të ndryshëm të tyre, ose punonjës të komisionit që kemi shkëmby, po më dhe kanë arë 2-3 herë për rastet të Serbëve në Kosovë, por me kështu takim zyrtar me Dallëviqin apo takim zyrtar me komision nuk më ka me pas ende, por ekipa po. Ekipa kanë qenë disa herë në takime të ndryshme, vitin kalum kanë qenë 2 herë të delegum që kanë qenë për me në takime të grupit punusë që kemi ne në Gjenevë, 31 janar dhe 2 korek. Nëse e kuptova mirë, po të në me di qasin Serbis. Qa bënë Serbia në këtë rast është? Asnjëherë nuk thot jo. Asnjëherë nuk, kur është faktori ndërkombëtar, nuk qetë vetën si blokuse para tyre. Dhe po t'jap shembuj të tillë. Vitin e kaluar të dyja palët jemi zotu që do të punojmë në këto lokacione, Lokacionet në Serbi kanë qenë 3. Njëra prej tyre ka qenë Batajnica, një tjetër ka qenë Kozhli dhe një te Novi Pazar. 2 korek, në 31 janar ka qenë takimi i parë, dhe zotimet kanë qenë që deri në takimit e radhës ne mi kry këto punë, jo që si kanë kry, pas nis nuk e kanë. Absolutisht. Me 2 korek, kur ne ekipa ka ngrit akuzat dhe shqetësimet për mos kryrën e punës, po, kanë thonë nuk është problem, ne do të vazhdojmë punën tonë, hajdeni pas 2 jave që i bike gusht pastaj, pas 1 muaj që i bike gusht pastaj, dhe e kemi dërgu ekipën tonë në Serbi, e kanë dërgu në një lokacion në Kozhli, dhe pas 3-4 ore shëtitje në atë lokacion, kanë thonë që na vjen keq nuk ka kushte pune, lejeni për vitin e ardhshëm, sepse aty nuk u bëhet vonë. Ata nuk e kanë atë bilatyri u bëhet shumë qefi që të prolongohet një proces tillë, sepse kuptohet pse është ata që kanë bërë krimin. Janë kriminalet ata që kanë bërë absolutisht. Ata që kanë bërë krimin. Krime dhe elemente gjenocidit të gjitha. Po, sidomos gjenocid, e sidomos krimet që ne i shohim me është ka krime të ndryshme, por krime të nxjerrjeve nuk s'po du me shqetësu familjar. Të nxjerrjeve zemrave, krime të tilla, krime të daje të trupave në lokacione të ndryshme, një këtu, një mas 100 km, gjysë trupi mas 100 km, e tjera që s'po i shqetësojmë kërkon sot, janë të rënda. Ata i kanë në arkivat e tyre, i kanë absolutisht të shkruara, sigurisht, të evidentuara dhe do më thamë, realisht në këto raporte veç ndërkombëtarët mund t'i detyrojnë që me i sjellë në arhiv dhe nga arhivat të dhënat dhe me kjo ishte pyetja, nuk du me të lodh në këtë drejtim më shumë, unë të përgëzoj që e ke pranu këtë detyrë nga më të vështirat besoj të jetës tënde, se sigurisht është çështje edhe emocioni, po edhe përgjegjësie të jesh në këtë, pastaj pothuajse të gjithë jeni aty njerëz me hallet e njëjta, dhe që është i mundshëm edhe ballafaqimi vërtet drejt për drejt edhe me kriminalet që përsëri është vështirësi me vete. Kur u ktheve në Kosovë, vazhdove shkollimin e mesëm apo? Po, kur më kthy në Kosovë në shkollë të mesme, sepse atje kam kryer 3 vitet e mbetura të shkollës fillore, në 2002 kemi kthy në Kosovë, në Krush jam kthy 1 vit, dhe pastaj ne ishëm në atë kohë pa një banem. Shtëpia babit ishte e djegur. E djegur, e shkatruar. Nuk mundem m'ja hup, sepse ka qenë një organizatë ndërkombëtare që nuk e di kush ka qenë pas luftës, po më siguri ju i teni, sepse unë s'kam qenë në Kosovë, që kanë marru një dhomë, pa e dhomë nuk ishte shtëpi, edhe ne kemi ndajt për 1 vit e gjysmë të daja në Krush, dhe pas asaj nana ishte prap për një proces të vështirë se ku me i qu fëmit. Më ka thonë, jo një, po profesora Ederin Kuqi që në jetë duhet arrish kulmin mbi kokë dhe emrin t'ja lësh fëmis. Dhe këtë emrin na e kalon babin edhe, natyrisht, por kulmin mbi kokë fatkeqësisht jo. E shkatrun të tjerë. S'ka pas faj, po. S'ka pas faj. E shkatrun armisht. Po, edhe kjo ka qenë sfida nënës tam pas luftës në Kosovë, kulmi mbi kokë për fëmijët e saj.
kemi pas, ajo ka pasën, e prapë të thënë, 15 vjeç, 14 vjeç, 15 kanë thënë, kur u morën në Kosovë. Ka qenë sfidë se ku me shku me jetu, nuk mundem me harru dhe pa e falendëru ish kryetarin e komunës Pejës, që është edhe burri tezës ka qenë, tash është i ndjerë Ali Lajqin. Ali Lajqin. Po që na ka dalë zot, në fakt edhe atëherë, ka ofru që ne të shkojmë në Pejë dhe të jetojmë të ai, kur kjo nuk është realizu, sepse unë erdha në Prishtinë, pastaj kam qenë në shkollë të mesme në Gjerdedod, ne kemi jetu në shtëpi të Ali Lajqit 3 vite këtu. Në Prishtinë. Po, ndaj thonë që tezja është si nanë e dytë, po, ne kemi pas tezët, në fakt, po tezën gruna Alisi kemi pas në vërtet si nanë e dytë në rast të caktuar, sidomos Ali Lajqin që besoj që ka kuptuar shumë mirë çka. Duke qenë djalë i idealistit të madh, e tu e pas, burë tezje, një njeri që është për kujdes idealist, edhe pse i takon një gjenerate krejt tjetër, një pjesë e jetës të ka shku me idealistët. Idealistët janë kështu andin. Po. Për kujdesen, për venin, për dheun, për njeriun e vetë, sakrifikojnë, bëjnë sfida, edhe gjithmonë është pak me ba për ta, po ne banëm një dorë të rëkitjet madhe që nuk jetojnë në do t'ja japën kështu. Po, ne ka qenë po. Në Gjerdedod, nësa të mirë ka shkënë? Unë me të njofë shumë, unë shumë. A me të njofë shumë. E kujton atë ko? Ka qenë e bukur? Në Gjerdedod, po, natyrisht që po, por në atë ko, nuk e di tash si janë shkollat në Prishtinë, në atë ko ka qenë pak sfiduese me ardhë prej një fshati, çdo mas unë që kam ndru 6 shkolla, dhe me u ambientu, me u bo Prishtinali. Prishtinali. Dhe më mbaj mend momentet cikletshme të zaktume që janë normale për fëmijë, po që kur je fëmijë janë normale për ty, për shkak gjuhës. Kryesisht e kum pas të probleme, se ne në Krushë themi çka po bëjsh, ose çka po bën, ose çka po bën, ku po shkojsh. Këto kanë nxit pastaj reagime të shoqënia ime, që atëherë pastaj po ta bëu shoqëni. Po, më ndaj profesorët Gjerdedodit, normal që më kanë prit prapë me respekt, po them, secili prej tyre, po dhe nxënësat pastaj kam bëu meq shok dhe ndaj viti dytë, viti tjetër që kam kaluar aty ka qenë normal që jo i harrushëm. A, kohë e bukur, me gjithate. Me mujtë me u këthy edhe një herë në shkollë mesme. Milian, me mujtë me u këthy, bukur. A që studiove më pas? Ekonomikun. Jeta po të sfidoj ke qash shumë ndo një herë, së që shpesh herë me ndojnë që me mujtë me u këthy në sfidën e kalume që më konë, me më qesh për theks. Ekonomikun e ku më studiu në Prishtinë, një kohë e kam nalë në Gjyst. E kishe dëshirë? Jo, e kam nalë në Gjyst, kam shku në Zvicër, me punu në të zezën fizikisht, sepse ende ishëm pa shpi, ende ishëm pa kul mbi kokë, nuk arrita me gjithë vetën atje. Në fakt në pavarësin, shpallën pavarësisë Kosovës kom pritë në Zvicër. Kjo ka qenë ndoshta një prej momenteve tjetës që si harroj vetës. Jo e drejtë. Se fali vetës. Jam mërzit shumë që shpallën në pavarësisë e kom pritë atje, po shtu më që jeta, pastaj u ktheva. E kisha dhe motrën e vogël, sigurisht për... Nana dhe motra, ka qenë një periudhë vështirë e gjendjes financiare në atë kohë, flas të familjes sime. Unë ta tregova një pjesë, po edhe pjesën tjetër, unë kam edhe agjën dëshmor, jo dëshmor, po të masakruar, kokën diku tjetër, trupin diku tjetër, dhe edhe kjo pjesë tjetër ka pas sfida shumë të jetës, edhe kënena sfida të jetës, thjesht ka qenë një familje ndoshta komplet e përsekutume, edhe të agja, edhe këne ka dojt. Periuda 2006, 5, 6, 7, kështu diçka, sepse një kohë kumë pununja, një vjetë diçka me një gazetë në atë kohë, ka qenë ndoshta një ndërë për periuda më të rënda për nonën tamë, prapë po thëmë që të mund për nonën tamë, sepse unë nuk e këmë kuptu peshën e asaj kër i ketë 2 fëmijë dhe dush mi u siguru bukë. Me majtë një shtëpi. Mas pare me gjithë, po shtëpis kemi pas eq, kemi jetu thashtë, lojqin shtëpi ti, por me gjithë me u siguru bukën fëmijëve. Ta shë kuptoj se kam vetë fëmijë.
Kjo më ka shty ndoshta më shumë që unë me marrë rrugën, dhe atë rrugë kemi bo një 3-4 ditë me dy shokë më shku, në Zvicër dhe ajo ka qenë në të zezën që i qujmë një ose pa dokumente, për me punu fizikisht, për u ktheva, pastaj nuk... Edhe vazhdove fakultetin. Gërbeti s'ke për mu, e vazhdova fakultetin, përvëdova fakultetin, po ekonomiku nuk ka qenë diçka që e kom desht ndonjëherë ose... Çka ke dashur me studiu më shumë? Teknologjinë informative e duan shumë. Edhe sot, në kohë të lirë, merrem me teknologjinë informative. Merrem me çana që i bëj me qef, kështu programim, tash po merrem me këtë AI që është me inteligencë artificiale. Thjesht teknologjinë informative e kom pas në qef prej fëmijë dhe ndoshta pse Zvicra më ka jep këtë mundësi. Këtë ka të mirë shkolla në Zvicër që prapë po them, uroj ta ketë Kosova kurdoherë. Ti ofron të gjitha në tavolinë dhe ti e zgjedh atë që don ty, të flen ty, ki qef ti më marr me atë punë. Edhe këtë e kam pas dëshirë, pas njerëz kom arrit, kom punu, është vërtet, kom punu në diku 7 vite në integrimin evropian, në Ministrinë e Integrimit Evropian në fushë të energjisë informative. E kom mbikëqyr divizionin, por pas asaj më kopje politika përpara, kam qenë në zonën sekretare rinisë Partisë Demokratike të Kosovës për një mandate gjysmë gati. Kam qenë deputet pastaj një mandat, ose gjysmë mandate, sepse kryeministri atëhershëm Haradinaj. Po, nuk e zgati. Borsa mo nuk po du. Dhe kom në është ndërprej me 2 vite. Partia Demokratike të ftoi qysh edhe si i ri, apo i granove vetë? Jo, më kam ftu, po nuk idea ka qenë 2011 apo 2012. Unë në fakt them të drejtën, jom rrit, sa kam qenë Kosovë, me njerëzit që ato që thete, ose idealista, apo idealista, ose cila parti politike, shumë e vërtet, po kryesisht me njerëz të luftës. Me njerëz që kanë qenë luftë, sepse thash, Agjën këmë pas luftë, djali Agjës ka qenë pjesë e luftës, familja e Gjon ka qenë pjesë e luftë, komplet kushërit të vrarë, të dëshmorë, kështu që jem rrit në këtë pjesë të luftës, dhe në atë kohë pjesë e luftës ka qenë PDK-ja dhe Aleanca, Zotja Haradinaj. Dhe pa tjetër që dikun nga këto dyja do nxiteshe. Po më dhe ka qenë natyrshme për mu. Te shokët e Agjës, te me ata që ishe rrit. Natyrshme për mu, pastaj ka qenë Zoti Veseli, ai që tash nuk më mbaj mend shumë mirë mënyrën si ka rrjedh. Ka qenë Zoti Veseli ai që më ka ftu me një takim dhe më ka ofruar që me u bashkangjit, jo për ndoj atëherë, pra 2011, se kom qenë i ri, jo për ndoj pozit, sepse asë nuk ishte rendi për deputet atëherë 2011-2012 apo 10, asë për ndoj pozit të rinis, thjesht kemi qef që me qenë me ne, për shkak se respektojmë vlerat e tua dhe të familjes tonë, dhe unë natyrshëm u bashkan gjitha atje. Pastaj ka rrjetë, kështu, nuk dim, politik, o janë dy gjëra, o ki ambici shumë, që unë nuk është që i këmë pasë shumë, o të shtyjmë për para. E mu më kanë shty me sigurë për para, sepse politika i ka dy gjëra. E para, unë e kam obligim, e këmë pasë obligim me shku rrugës që ka qenë babi. Edhe kjo shumë e natyrshme, me të razu ndoshta rrugën e politikës, dhe e kam pas me pa tjetër, po e dyta është dhe njerëzit duan që të tjesh aty, dhe të tjere duan që të tjesh aty, dhe unë nuk është që kom pas në ambicie politike, sepse unë asnjëherë nuk kom synu ndoj post të rëndësishëm ose post publik, thashë kom desht gjithmonë teknologjinë informative. Kjo ka qenë fusha që unë e kom desht. E pash këtë provavin këtu, unë jam tip i natyres, unë jam tip i qetësis. E pëlqen? Po shumë, dhe kjo ndoshta mund tjetë një prej shtëpijave të ëndrave dhe njerëzve të tillë. Edhe me Rajn Shtrujnë u përqafohet se po, peshkim. Peshkatar të dytë. Po, kështu që jam tip i natyres, që në kupton, natyres mund të jemi gjithë, por jo shumë i publikut. Por pastaj jeta ka rrjedhë tjetër që do është dashur. Kështu babë si ke përgjatë, je kopje komplete. Ai ka qenë tër energji.
Ai ka qenë sepse ka qenë kohë tjetër edhe Fjalia e tij flak, bëje ose vdis, ë? po, për ta vrarë vdekjen. Ai ka qenë sepse ai ka vendos me vedi të plot me sakrifiku jetën e tij për jetën e popullit të tij. Edhe e ka bënë një gjë të tillë. Për lirin. Po, e ka qenë i vdeshur për këtë punë. Dhe ndoshta kjo ka qenë edhe tjetra që unë me rastet caktuara, gjithmonë tash kur po flas, po të flas për të kaluar, sepse tash është një moshë tjetër, do të flas për moshën e 20 diçka vjeç kur më thënë. Fati i babit përmes politikës, ndoshta u kon edhe njëra prej arsyeve që unë pak jam friksu prej politikës në atë kohë. Prapë po e përsëris 2019, 2011. Po pastaj rrjedhën. Se një ri edhe mund të frigohet, vërtet gjithë kjo tragjedi ndodhi edhe në kuadër të politikës. Nuk po dalim nga biseda me babin, do të flasim për Andinin personazh në vazhdim, po tani po flasim akoma për babin. Sigurisht më shumë të ka rënë jetë me bashkëbisedu me veprën e tij. Sa keni arrit me rujt veprën e tij me Shumë pak. Shumë pak. Nuk arritet me i fsheh gjërat atëherë? Ti ke qenë shumë i ri, po të tjerët? Shkrimet? Ne nuk po arrim, po kemi me arrit, duhet me arrit, po unë po e kritikoj veten, sepse do duhet mi kritiku të tjerët, me i ribotu ato që ekzistojnë. Që ekzistojnë. Fatmirësisht është marrë një vendim prej qeverisë Kosovës vitin e kaluar, po ende nuk kemi arrit me ribotu. Nuk e di pse. Janë zhduk shumë prej tyne? Ekzistojnë librat që ka qenë të botum të babit, që është lufta e thotë dhe detandi i pari, ekziston filozofia politike që është shqiptare, ekziston libri bashkë me tashmë të ndjerin Ismail Kadare, bisedë për mes sekrash, dhe një libër që e kom nxjerr nuk e di vitin 2019, unë prej disa të shkrimeve komponenti religjos, çështja shqiptare kombëtare, komponenti religjos. Është shujt kështu, po ekzistojnë edhe plot dorëshkrime tjera që fatmirësisht Halla i ka rujt, të cilat kanë qenë nga burgu. Dhe ato që kanë qenë nga burgu, çka ka mujt me rujt, sepse gjysma i ka zhduk rruga, gjysma i ka zhduk udba, sa këtë fjalën udbë fort nuk kam qef me përmend. Por të gjitha të tjerat dhe që kanë qenë shumë, sepse mboj me në shtëpia babit ka qenë në formë L, tashmë është muze, ka qenë një dhomë e fjetjes dhe një dhomë tjetër salon, pa veç salon nuk ka qenë komplet e mbushur me raftet e librave. Kjo dhoma e fjetjes ka qenë mbushur me libra dhe një aneks tjetër ka qenë mbushur, jo vetëm me libra, se librat i kanë kriju do shta të tjere dhe babi i ka lexu, po me dorëshkrime të tij, dhe kjo është fatkeqësi që janë mundu, me sa jam unë informuar, kështu sepse kam qenë fëmijë që më kanë thonë familjarë tjerë kanë largu prej aty, jam mundu me shti diku tjetër me qese, me i mshef kështu, po i kanë gjetë fatkeqësisht policia dhe ushtria sërbe atëherë dhe i kanë kallë të gjitha. Kjo është fatkeqësi, por është, nuk mund të kthej më. Por veprat e babit, më falë që të ndërpreva, ato kryesoret mendojnë që ekzistojnë dhe një nga këto kryesoret është dhe filozofia politike, që prandaj po kërkoj me ribotu, sepse filozofia politike nuk është thjesht një roman ose një poezi për të kaluar. Unë mendoj që në filozofinë politike të babit dhe në dorëshkrimet tjera që ne i kemi, politika mundet ende me gjetë vetën sot. Absolutisht. Politikanët munden ende me gjetë vetën sot dhe ndoshta mu frymëzu prej normal, e është shkru para 30 vite, por ka segmente, ka pjesë, kur ende sot mund me qenë udhë rëfys se si ndërtohet, zhvillohet shteti. Shteti, vendi. Dhe qëllimi ynë final që unë i qëndroj mbrapa dëshirës, në fakt, bashkimi ynë në një shtet të vetëm, ose ribashkimi ynë në një shtet të vetëm, me Shqipëri. E pata këtë bisedë dhe dje me një grup njerëzish edhe bisedohi, kështu, po jemi dy shtete, po e bëjmë konfederat, me i thashe regullojmë, mos u frigoni, kështu, i bëjmë 2 republika në një Shqipëri të bashkuar, sepse
Morandin, vërtet, të gjithë jemi linde, jemi rritë dhe akoma frymojmë e ndrojmë këtë gjë që e thua dhe ti. Kështu, unë mendoj që gjithë shqiptarët frymojnë në këtë drejtim. Njeri që mbetet shtylla e fuqishme mbështetjes tuaj është nëna juaj, vështërsi të mëdha. Çfarë porosi ju ka përcjell prej babait? Sikur ka mbet njeriu vetëm që t'ja u përcjell porosit e babës më... Jo, në fakt më shumë halla. Më shumë halla. Hallën tuaj unë e falenderoj nga zemra, e kam pas musafirë një herë dhe kam folur për këtë gjë. Halla, që thashë, nona ka të po pjesën e vetë jetës. Të atë njëtën edhe nona ka qenë burgosën politike, për shkak të protesta, një kohë ma shkurt se babi normal, ka qenë prapë e persekutume, ka qenë profesoresh ose arsimtare, që në qujtë atëherë, e kanë largu prej shkollës për shkak të asaj pjesëmarrje në protestë dhe nona me spej që mbaj men unë në atë kohë, i ka mbaj 2 puna. Prej 6 mëngjes dhe në 2-3 mëngjesit prapë, të më dhënë për me mbajt fëmijët e vetë. Edhe përmëndej jeta saj ka qenë fëmijët e saj, jeta saj ka qenë marrë me fëmijët tonë, e halla më shumë me mu, me Agjen, që tash është dëshmor, Agjen tjetër që është në Gjermani, dhe pjesën tjetër të familjes, tash që nuk i kujtoj gjithë, jemi ata që kryesisht e kemi vizitu babin shpesh në burgjet të ndryshme të Serbisë. Halla e thot që, se thot, për sëri, si më konë fëmi. Halla e thot që shqetësimi kryesor në burg, krahas kësaj çështjes mundoj dhe libra dhe aspektit kombëtar, dhe këtë e ka shkruar është një dërshkrim, e kam, janë fëmijët e tij. Dhe ndoshta tash po mundohem me kuptu, gjëra që s'kem kuptu atëherë. Nuk di se si kisha mujt me jetu larg tjarit tim, larg fëmijës tim 2 vjeç, dhe ai ka pas tërë jetën larg fëmijëve vet, sepse tërë jetën në burg. Absolutisht. Dhe natyrisht kur je në burg dhe kur ti mundesh me jetu larg, po edhe mundesh me shku kur të don, ose kur t'jep mundësia, po në burg nuk t'jepet një mundësi e tillë që në kupton ndikon edhe në efektin psikologjik tonë, pastaj është një farë lloj presioni që të bëhet ty. Dhe unë mundohem kështu me kuptu babin që ka pas koqa sfiduese këtë çështjen e timën e të fëmijës, po sidomos timën se mësu ku më shku shumë shpesh. Edhe ne jemi shqiptarë, më dhe djemë t'i kemi pak më pikë të dopt. Porositë e babit kanë qenë gjithmonë që kanë bëjnë me shkollën, është po më dhe komplet e natyrshme besoj. Kanë pas të bëjnë me sigurinë fizike, natyrisht të tonën. Po pjesa më e madhe është jo, ndonjëherë që nuk e kam dëgjuar deri sot që ka thonë me pas fatin e tij apo rrugën e tij, sepse ka ditë se rruga e tij, babi nuk e ka, ndoshta që për jetu nuk e di, sepse uroj të jetë gjallë edhe sot, por babi me 16 muaj është shtu dhe ne pavarësinë e kemi fitu pas 8 vitesh, 9 vitesh pastaj, kështu që nuk ka pasur se si me ditë nëse do të rrjedhët një gjë e tillë apo nëse ne do shqirohemi, prandaj edhe ka qenë ndoshta pak ajo frika që nuk du fëmijët e mi me pas fatin tim të politik, ndaj publik. Dhe nuk është që këmë dëgju këtë një gjë tillë, por gjithmonë ka qenë kjo që te halla, te Agja, te unë, te ai tjetri që kujdesin kryesor ose edhe ka dëshkrime, për shembull kur jemi mundu ne mi shkruaj te babi, si 5 vjeç, si 6 vjeç, dhe tani ka përgjigjet e tij që janë të analizuar ka 2-3 faqe se si e kemi shkruar atë letër, natyrisht në tendencën gjithmonë që më të ngrit intelektualisht më shumë. Sot je i martuar, sa fëmijë ke? Ni, tjarin, bëndej djalë 1 vjet e 11 muaj, kështu më s'jasëm me ditë se tani më thujnë. Sa vjet të dashnë në jote me të lutë marto Andin, marto. Shumë, në fakt mi e martu 36 vjeç, kom desht me jetu.
edhe pak, kështu që jetova dentro të Rinin e munguar, goxha. Edhe jetova derisa u martova. A jetova derisa u martova? Po bëj ajore pak, Pa sigurisht edhe ne duam... Nuk e kuptoj. Pra po rikthehem te politika të fshin për para, dhe kur fshin për para nuk ke vakt me mendu për gjëra. A nuk vjen vakt edhe me menu kënej? S'ki kohë me mendu për gjëra tjera. Edhe po, nana u kanë, po më dhe njëna prej arsyeve që është mundu, e kom vrej që është mundu me pas një kujdes të fort në të drejtim, që mos me bo një presion të madh, po normal, ajo vrejet, shihet, fjalët, po përveç fjalëve pastaj është dhe nevoja me pas një nip, ajo ose një mes nana jam, se për neve, për mu dhe për nanën, për gruan time të njëjtë, unë kom pas fatin me pas djalë, po dhe vajzë është po ndaj njëjta gjë. Dhe pastaj u martova, ndaj fejova, unë bëja jore, sepse që ashtu ka ndodhë. Unë njoftova në aeroplan me Nusën, Nusja ime është shefe kabinetit të zëdhënës kryeministrit Kaltrina, kemi pas fatin me unë njoftu në disa takime në Bruxelles, gjatë bisedimeve që kemi pas me ekipin, dhe në aeroplan jemi njoftë, fëmdoj ma shumë, në nër ujë jemi feju, propozimin e fejesës... Sa e bukur! Propozimin e fejesës e këmë bo në Jale, të këtë dërmiu në vendin që du mas shumë t'im botë, që është Shqipëria. Në Jale? Po që fatkeqësisht tash është bogati pa mundën për ne, mu e ty me shku atje. Nuk e di pse ka ndodhë kjo. Por atje këmë bo propozimin e fejesës, pastaj martesën e kemi bo këtu në... Shka i tha qeverisë, unë po bashkëpunoj me juve dhe për udhëheqi një sektor të rëndësishëm që ma keni propozu, vovës edhe një femër të bukur për ja u marë. Për të kësë e thashtë, tash ju s'mujtë të më martu që sa vjetë, këta të vendosis për të martaj që nuk për të veqë. Ta është për të veqë. E bukur shumë. Jandin, ata që jenë në një pozicion goxha të vështirë dhe unë të uroj punë të mbare, sukses, di që është kërkes, janë kërkesat të mëdha, janë presionet të mëdha, presioni i takimit me ata njerëz që vetë janë kriminalet dora vetë aty në... Po, me gjitha të shpresojmë që do t'jesh nga ata që maksimumin do t'a bësh, do t'a japësh në këtë drejtim. Në realitetën kom pas shumë dëshirë ta dëgjoj rrëfimin tënd në raport me babajnë e madh, absolutisht që tinglon si nga babalarët e kombit, absolutisht, njeriun e madh të asaj politike, që është kombëtare e idealiste, politikanin e madh që i ka full sa gjuhë? 7. 7 gjuhë. Që sigurisht jo vetëm ju, i mungon një kombit të tërë. Po mrekullia është se është shumë krenari ti është djali ti, sigurisht. Natyrisht kjo është... është edhe përgjithësi sigurisht, po. Kjo është ajo që ne ka lehtësu dhimbjen, krenaria. Gjithmonë ka qenë dhe është dhe vazhdon tjetë krenaria për babin, ajo që na i ullë pak dhimbjen e mungesës e ti. është krenaria kombëtare, është edhe jona. Babi nuk është babi është dhe normal, idoli im edhe frymëzuesi i jodmi imi, unë besoj që i shumë shqiptarëve, po i përmendet këtë s'ka gjuhë, dhe unë po të përgjigjem me 2 momente të babit. E kam, po tash nuk e kam këtu një letër të një ish bashkëpunëtori të babit Steven Larabe, një Amerikan që pastaj ka punu në kabinetin e ish presidentit Carter. Në vitin 70 babi ka qenë për specializim, po dhe për hulumtime në Harvard. Përveç kësaj, sepse kjo tash ditë sotit mund të arrihet shumë lehtë dhe jo në atë kohë, ka qenë i ftuar, në kam qenë në Amerikë vitin e kaluar, i ftuar prej i mirë pritun prej një familje shqiptare të Maqedonisë, që i falenderoj shumë, që kanë pas veç dëshirën me më pas atje, edhe me më dërgu në vendet ku ka qenë. Ti kam përcjell fotografitë dhe falenderimet tua. Po të më thonë që ka qenë i ftuar prej shtëpisë bardhët që me punu në Amerikë. Ka qenë edhe kjo familje, pastaj më ka treguar për një ngjarje të tjetër, sepse kjo familje ka pas rrjet të restorantesh dhe gastronomi,
ka qenë një takim i babit me inteligjencën e CIA e Amerikës në atë kohë, dhe i kanë ofru që të qëndroj në Amerikë, të punoj prej Amerikës për çështjen e Kosovës dhe përgjigjja e babit. Me aq sa më kanë thënë këta, ka që nuk shinjot Amerika ka mjaftueshëm, unë i duna Kosovës. Edhe pse ka ditë që cili do të jetë fati i tij fizik në Kosovë. Kështu që unë besoj që kontributi i babit, këtë vetëm shembull shumë të vogël, ka rrit çështjes Kosovës kombëtare shqiptarëve është goxha i madh. Po unë nuk flas zakonisht për babin, sepse janë veprat ato që folin për babin, jenë ju... Unë të falenderoj nga zemra që pranove, se e kam pas frikë se s'kemi folë mjaftu shumë për babin, dhe jemi shumë të lumtur për plot gjërat që na i ke thënë, edhe jemi shumë të lumtur që të kishim musafir sonte këtu, e dëshirojmë të kemi edhe në të ardhmen, për të na thënë se ju, edhe mos me dasht, i biri u Këshin Hotit ka për të thënë edhe për t'i dhënë këtij vendi se të jetë vetë i gjallë. Andin Hoti, ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Kënaqësia edhe ime, shumë faleminderit. Faleminderit.